Të nderuar shikues të Veriu Sport, jemi përsëri së bashku drejt për së drejti nga stadiumi flamurtar I Vlorës. Ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes së futsallit flamurtar I Vllaznia, java e 4 e kampionatit. Kemi lënë pas pjesën e parë të fituar nga Vllaznia me shifrat 1-2 dhe në këtë moment Gogaj ka qenë pranë golit të tretë për Vllaznin. Shumë pranë golit ishte Gogaj. Sulmi është për vlonjatët, ka pritur portieri Tafa. Një ditë mirë, debutuesi Tafa. Ka një përplasje mes dy futbollistëve dhe kok me kok. Është një dëmtim serioz duket. Dy futbollistët e futsallit të flamurtarit Vendës dhe të Vllaznisë, akoma nuk jemi të saktë me të dëmtuarit. Shikojmë që këtë kampi Vlonjat. Rapa tek flamurtari dhe Gjoklaj tek Vllaznia janë dy të dëmtuarit që fatmirësisht e kanë kaluar pa probleme, janë ngritur falëndime së shpejtë dhe nga stafit mjekësore, nuk ka probleme. Do të vijojë takimi. Jemi në minutën akoma, minutën e parë të pjesës së dytë. Flamurtari 1 dhe Vllaznia 2. Kanë shënuar Semir Gogaj dhe Alti Tafili për Vllaznin dhe Lofrenc Nelaj për ekipin e flamurtarit. Ivziku isa përfutën loj në këtë momente, kombinon me Tafilin, Tafili kërkon një fandere të zbuluar, kombinon me Ivzikun, është I fresket, energjik. Jo Alti Vziku I ardhur nga futbolli I madh, ka luajtur për Vllaznin dhe jashtë Shqipërie, tashmë rikthyer tek futsalla e Vllaznisë. Gokaj, Tyseni, Seni përstri për Gokaj, Alti Tafili, finte me Gokaj, ka ndërhyrë vlonjatët, është ndërhyrja Tafili I dhuron një asist perfekt Semir Gokaj që gjuan mbi travers. Gokaj, Ivziku finde për Gokaj, kërkon të depërtoj mes mbrojtjes vlonjate, nuk arrin qëllimin dhe nis aksioni I flamurtarit që shpërdoret. Vazhdon loja. Tafili. Kopna një avjanësore për skuadrën Shkodrane, e cila kroson me rezultatin 1-2. Golat janë shënuar që të 3 në pjesën e parë. Fillimisht ka Vllaznia në avantazh të
dy fishtë, 0-2 dhe pastaj shkurtoi diferencin. Për oflenë se Nela i përblonjatët. Toska. Jurgen Toska me numër 25. Ka besuar një dëmtim kapiteni i Vllaznis dhe një herë i trajneri i Vllaznis, Alci Tafili. Një goditje në kokë. Ka reagime nga kampi Shkodran. Trajneri Mario Carlos është futur në fush dhe një fair play në mes të trajnerit të Flamurtarit dhe kapitenit të Vllaznis, apo edhe trajnerit Shkodran, janë dy trajnerët e skuadrave. Fërishet nga loja për momentin Tafili, i jep mundësi të aktivizohet Gjoklajt. Duhet minuta 3 për pjesën e dytë të ndeshjes. Flamurtari 1, Vllaznia 2. Autor të golave për Vllaznin Gokaj dhe Tafili, ndërsa Nelaj për Flamurtarin. Kapiteni Kapaj për ekipin Flamurtarit, se Toska. Pranë golit të barazimit ka dalë portieri Tafa, i ka zënë rezervë për momentin e sulmuar Zëvlonjat, pastaj ka shpëtuar për mrekulli porta e Vllaznis. Gokaj, një lojtar mjaft teknik. Vllaznia kërkon topin, por gjyqtari Kolleshi, cili Kolleshi është të mendimit se i takon Flamurtarit. Leci. Jep garoto, jep. Aty hap, këtu hap. Jep, ai. Leci, ndërhin atje Gjoklaj, por lirohet Leci, nis aksioni Flamurtarit. Në momentin e gjuajtjes së Lecit është ndërhyrja e Gjoklajt që evitoi gjithçka. Ndërhyrën në kohën e dur. Toska për Flamurtarin. Kapiteni Kapaj për sëri Toska. Aty, vere pra. Leci, Toska. Kapaj. Ka gabuar për momentin Tafili. Çfarë shpërdorimi i Vllaznis me Alcit Tafilin, që mor një top si dhurat nga ekipi Vendas, nuk arriti ta shfrytëzoj si duhet. Aksioni Donjat në këtë momente me Kapajn, e mbulje e Hysenit, Gjoklaj dhe Gokaj. Është rritur. Ritmi ka dhe lojtë fort, mes të dyja skuadrave, rritet grinta.
Fili. Përkon të kombinoj me kolegët e ti, por është Leci! Që ka gjuetur për Flamurtarin në pozicion pret portierit Tafa. Përsëri vlonjatët janë më aktiv në këto momente, kërkojnë me insistim golin e barazimit. Jetë tërgjuetje në këto momente. Nelajt, autorit e golit të vetëm për Flamurtarin. Duhet minuta 6 për pjesën e dytë. Gjithnjë në Vllaznia në avantazh 1-2. Golit të tretë Vllaznia ishte i riu i Vllaznis Boshti, Rej Boshti, që u shfaq i vetëm në zonë përballë mbrojtësit vlonjat dhe rrezikoi seriozisht për synuar golin e tretë, përsëri Boshti për Vllaznin. Janë vlonjatët që gjojnë me forcë, por bllokohet topi nga futbollistë shqiptar. Përsëri Leci, Flamurtari shpërdoron një tjetër mundësi. Rritëm i lartë. Të nderuar shikues të Veriu Sport që po e ndiqni drejt për drejt të ndeshje nga qyteti i Vlorës, një ndeshje dinjitoze, një ndeshje rivalës. Flamurtari Vllaznia e mbërthyer në shifrat 1-2 në favor të Vllaznis, të 3 golet të shënuar në pjesën e parë. Gjoklaj për Vllaznin, mundësi për golin tretë. Ndërhin vendasit e fitojnë golin. Leci prapat e kolegët e tij. Sërish për Flamurtari me topin nën kontroll, kërkon një zonë të zbuluar të ekipit Vllaznis, por skuadra kuqe blu që luan me të bardha në këtë ndeshje është mirë organizuar, e vendosur të ngjeshur në mbrojtje, po e ruan me fanatizëm me avantazhin e krijuar në pjesën e parë dhe ishte edhe pranë golit të tretë që të arritur avantazhin. Siç e theksuam më herët, të nderuar shikues, Veriu Sport ka asistuar edhe në ndeshjen e luajtur në Vlorë për kategorinë A-biznes superore, Vora Vllaznia 0-0, një ndeshje ku përcollën momente dhe atmosferë nga takimin dhe intervista para dhe pas ndeshjes, dhe nga qyteti i Vlorës Veriu Sport spostohet në pallatin e sportit Flamurtarit të Vlorës, duke transmetuar live super sfidën e javës së katërt të futsallit shqiptare, Flamurtari Vllaznia. Takimi mbërthyer në shifrat 1-2 në favor të ekipit Vllaznis. Vlonjatët kërtenues në këtë moment, por Çokaj dhe Gjoklaj kanë evituar sulmin vlonjat. E 8 minutë është duke u mbyllur në pjesën e dytë të sfidës Flamurtari Vllaznia, gjithnjë rezultati 1-2 në favor të ekipit të Vllaznis. Boshti. Tekniku Gjaferi për i jep minuta të konsideruar për Boshtit, po ashtu edhe Çardakut që po luajnë në formacion
për krah Tafilit Çokajt, ndërkohë që është edhe Iriu Tafa në port, një formacion mix përvoja me Rinin. Tomurtari në aksion, në hyrë Çardaku. Shpërthyes Çardaku, energjik. Loja nuk ka faul, po është dëmtuar Çardaku, ka marrë një dëmtim serioz duket. Vion takimi është Leci për flamurtarin. Ka shpërdoruar të mundësitë të skuadrës Lonjate. Tafili, Gokaj, Gjoklaj, Çardaku dhe Tafa është pesja e momentit tek Vllaznia. Ngullët Çokaj, portieri Shiba për ekipin e flamurtarit. Ndërhyrje e Çardakut. Minuta e 10 për pjesën e dytë të sfidës. Flamurtari Vllaznia është drejt mbylljes kjo minutë dhe rezultati është pa i pjesës parë, Flamurtari 1 dhe Vllaznia 2. Takim që po luhet në pallatin e sportit Flamurtarit të Vlorës dhe që po transmetohet drejt për së drejti nga portali Veriu Sport, i cili si zakonisht përcjell emocionet e sportit të futsallit, jo vetëm në pallatin e sporteve Qasem Dervishit të Shkodrës, por edhe kur Vllaznia futsallit se luan jashtë. Shikojmë që në mjediset e pallatit të sportit Flamurtarit të Vlorës ka dhe tifoz shkodran që kanë udhëtuar posaçërisht nga Shkodra për të ndjekur Vllazninë e futsallit, por në mes tyre spikat në veçanti familja sportive Tafili. Ka shënuar një gol barazimi në këto momente Flamurtari. Nga një gol nga distanca, për momentin ka shpëtuar topi nga duar portierit. Ishte një gjytje fort, në minuta e 11, barazim 2-2. 2-2, rritet emocioni. Vllaznia gati sa nuk mori avantazhin. Rritet adrenalina, rritet emocioni në pallatin e sportit Flamurtari pas golit të shënuar nga Costa. Një gol barazimi për vlonjatët që ka rritur tensionin emocional në fushën e lojës. Është Jurgen
Toska që ka barazuar rezultatin dhe rihap takimin në minutën e 11 të pjesës së dytë, barazim 2-2. Ndërkohë që pjesa e parë mbyll 1-2 për Vllaznin. Tafili, Gokaj, përsëri Blonjatët, ka ndërhyrë Çokaj, Gokaj, Tafili, organizohet Vllaznia, Çokaj, Gjoklaj. Kujtojmë që Vllaznis dhe të ndeshje i mungon edhe Ari Djepaxhia, një nga golëshinuesit më të mirë. Djepaxhia për arsye dëmtimi. Po ndërkohë në fushë nuk është edhe portieri Fatos Behari, që është një nga pikat e forta të Vllaznis. Gjithsesi, portieri Tafa bëri mjaft mirë detyrën e tij gjatë gjithë ndeshjes, vetëm në momentin e golit të dytë pati u përball me një goditje të fortë të sulmues të Vllonjat dhe topi përfundoi në rrjet, kur ndoshta dhe mund të evitoj i gol. Por gjithsesi duhet përgëzuar portieri Tafa me këtë debutim të suksesshëm tek formacioni i Vllaznis. Çokaj, Leci ka gjuajtur mjeshtrisht, por pas mjeshtrisht portieri Tafa ka evituar golin e tretë në portën e tij. Ka qenë vendimtar ndërhyrja me këmbë e portierit Tafa. 13 minutë për pjesën e dytë, edhe 7 minuta nga fundi. Barazim 2-2 në pallatin e sportit Faburtarit e Vlorës në super sfidën flamurtari Vllaznia në kampionatin e futsallit. Shumë i jepe, Leci, një nga veteranët e futsallit. Vllonjatë, Toska. Bravo, shumë. Pa kërkuar të avancojë në gjysmëfushën e Vllaznis, është pikërisht autori i golit të barazimit, Jurgen Toska për flamurtarin, i cili në këtë momente largohet nga fusha dhe tekniku autogol. Shënon golin e tretë flamurtari me anë të Bravo. ishte Rapo. Në fakt një autogol, topi u përplas tek futbollistët e Vllaznis. Minuta e 16. Ka pak naci për momentin tek kampi kuçi blu pas pesimit të këtij goli, dy gola të shpejt, njëri pas tjetrit, ku Vllaznia u ndeshkua nga avantazhi 1-2 tashmë në 2-3. Një lojë plot emocione, rivalitet, por jo pak e ashpër edhe në fushën e lojës, me dy luftimet në mes të dy skuadrave, edhe 6 minuta dhe 49 sekonda nga fundi i krejt të ndeshjes, kryeson flamurtari me shifra 3-2. Ndërkohë që ne transmetojmë këtu nga tribuna qendrore e Pallatit Sportit
Flamurtari kam një ish sportist të njohur të ekipit të Flamurtarit, jo vetëm në futboll, por edhe sidomos në futsal. Mund ta prezantoj. Sokol Maze, përshëndetje. Sokol Maze është përfaqësues edhe i futsallit së brezit fundit të Flamurtarit. Një ndeshje interesante, Sokol. Po, një ndeshje shumë e bukur. Të dyja ekipet kanë një energji të fortë shumë. Dhe shpresojmë që të fitojmë Flamurtari. Në krahasim me kohën momentin kur ju keni luajtur në fushën e lojës për Flamurtarin, si u duket lufta sportive? Ne gjithmonë njësoj ka qenë, si në atë kohën tonë dhe tani. Sidomos me Vllaznin kemi pas ndeshje shumë të forta, përballje shumë të forta fizikisht. Flamurtari arriti të rikuperoj nga 0-2 tashmë në 3-2. Ka dhe 6 minuta dhe 25 sekonda. Mendoni se mund të ketë ndryshim shifrash Vllaznia po Këmbgul për ta barazhuar rezultatin? Vllaznia po Këmbgul, po dhe Flamurtari është në një formë shumë të mirë. Dhe fizike dhe taktike. Ekip Flamurtarit me çfarë shikoj unë ka kthyer ndeshjen në 3-2 nga presori i tij Mario Carlos, nga taktikat e tij. Sidomos pjesë të dytë, ata kanë bërë një lojë shumë të mirë taktikisht. Faleminderit Maze. Ishte një mendim profesional dhe një ishte sportistët e futsallit së Vllaznisë që po e ndjek ndeshjen në tribunën VIP të Pallatit të Sportit të Flamurtarit Lorës, së bashku me miqtë e tij, po shijojnë një super ndeshje ku Flamurtari nga 0-2 kalon me përmbysje në 3-2. Edhe 5 minuta dhe 32 sekonda nga mbyllja e ndeshjes, tashmë është Vllaznia që Këmbgul dhe kërkon golin e barazimit. Nëse më herët ishte Flamurtari në kërkim të golit e barazimit që e gjeti, madje dhe mori edhe avantazhin, tashmë është Vllaznia në të kundërt që kërkon barazimin. Ivziku, i sapo aktivizuar. Ivziku! E fort kjo djathtë Joaldi Ivzikut, një shpërthim nga krahu i djathtë, por portieri Alban Shiba e ka neutralizuar. Ivziku nga Vjenësore, Tafili, përstri Ivziku. Faulli shkaktuar në dëm të Ivzikut. Vazhdojnë lufta sportive shumë e fortë, vazhdojnë emocionet, si Mirgogen e të goditje, dënimi, një majtë e ti është gjithmonë e rrezikshme për kundërshtarin, gjuhet me fortë, pastaj kthejës Çardakut. Por topi kalon mbi traversën e portierit Shiba. Arsi Tafili. Tafili dhe Ivziku në vijën fatale të portës blojate, kur kishin mundësi ta shtynin topin në rjetë. Ka shpërdoruar një rast flagrant Vllaznia. Edhe 4 minuta dhe 50 sekonda nga fundi, Flamurtari në avantazh 3-2 ndaj Vllaznisë së Shkodrës, kryesuese të tabelës së klasifikimit. Vllaznia që kryeson me 10 pikë, Tirana me 4, Flamurtari me 3. Çardaku, në fakt kjo ishte renditja pas pjesës parë, por Vllaznia ka mbetur me dizavantazhin e kuotën e 7 pikëve dhe Flamurtari është ngjitur në kuotën e 6 pikëve, ndryshon renditja sipas edhe rezultatit. Në fushën e lojës, në kohë reale ndryshon renditja e skuadrave. Me këtë fitore nëse mbyllet në këto shifra, Flamurtari i afrohet Vllaznisë me 1 pikë.
edhe 4 minuta dhe 19 sekonda nga fundi. Vllaznia po luan në fushë me portierin Tafa, Gokajn, Hysenin, Çokajn dhe kapitenin Tafili. Dalje spektakolare, e vendosur dhe shumë e sigurt e portierit Tafa, po e ndëshkon Flamurtari nëse evitoj golin e më parshëm me portierit Tafa. Ka ardhur Leci me pas e ka shënuar golin e 4. Në lojë tashmë është portieri Bahari që ka lënë portën dhe ka shënuar Çokaj. Me njëherë 4-3 jep rezultat aktivizimi në portë i Fatos Beharit që kalon në sulm, për janë veprime taktike që shpeshe skuadrat kur kërkojnë sulmin, kur ka nevojë për ofensiv, largojnë portierin dhe aktivizojnë një lojtar në portë që luan, se një flojën sulmuese dhe i tillë është dhe Fatos Behari, i cili sa po aktivizua, u lëshuar në sulm dhe vjen goli i 3 për ekipin e Vllaznis, 4-3 rezultatin në favor të ekipit vllënjat, kur duhen 3 minuta dhe 54 sekonda nga fundi. Një super ndeshje plot emocione, në një nivel të lartë cilësor, dy skuadra fituese të trofeve, Vllaznia kampione kombëtare në fuqi dhe Flamurtari fitues i Kupës së Shqipërisë që ka fituar pikërisht në Shkodër në një finale përballë ekipit të Vllaznis. Tashmë fatet e ndeshjes luhen në 3 minuta dhe 54 sekonda, thuajse 4 minuta lojë. Vllaznia ishte kryesuese 0-2 nga fundi pjesës parë, shënoi ekipi i Flamurtarit golin e parë, ndërkohë në pjesën e dytë ka përmbysje nga skuadra vllonjate. Dhe tashmë rezultati është 4-3, kur duhen edhe 3 minuta dhe 54 sekonda nga fundi ndeshjes, ndërkohë që tribuna e Pallatit të Sportit Flamurtari vazhdon të jetë e mbushur me ish sportist veteran të Flamurtarit. Goditje dënimi në favor të ekipit Vllaznis është Semir Goga, ai që shpeshherë dhuron spektakel, e majta e tij është e përsosur, është perfekte dhe shpeshherë i ka konkluduar edhe me gola. Por këtë radhë topi është përplasur tek futbollistët vllonjat, Hyseni, Çokaj, ka rëndyrë topin atje Hyseni në mënyrën më të mirë. Hyseni për Tafilin, gjithje Tafili. Dhe super rjet, super aksion, super goditje spektakolare e kapitenit të Vllaznis Alcid Tafili, por që merit ka dhe Samir Hyseni, i cili rëmbej topin futbollistëve vllonjat edhe 3 minuta dhe 30 sekonda nga fundi ndeshjes, baraspesh 4-4. Një ndeshje që po justifikon interesimin e publikut vllonjat, por edhe të shikuesve të shumë të portalit Veriu Sport që po e shijojnë të transmetim të drejt për drejt nga qyteti i Vlorës. Flamurtari 4, Vllaznia 4. Dhe kësaj renditja tashmë përsëri në varësi të rezultatit person ndryshime. Vllaznia është në kuotën e 8 pikëve në këto momente, Flamurtari në kuotën e 4 pikëve. Por të presim fundin e takimit, por i rikthehemi golit, super spektakël të shënuar nga kapiteni i Vllaznis Alcid Tafili. Gokaj, Çokaj. Vllaznia ka një moral më lart në këtë momente pas
golit e barazimit e Hyseni që kishte merit veçantë pasi i dhënë në aksionin e golit. Tafili për Çokajn, gjithnjë Çokajn dhe vjen goli i 5 i shënuar nga Semir Gogaj. 5-4 kryeson Vllaznia. Ja çfarë përmbysje të nderuar shikues, çfarë emocionesh. Çfarë emocionesh dhon kjo ndeshje. Gokaj dhe Hyseni ishin vendimtar të goli 5 përmbys flamurtari më herët, tashmë përmbysja është për Vllaznin 5-4. Kur duhen edhe 2 minuta dhe 15 sekonda nga fundi i krejt në ndeshjes. Dramatitet në fushën e lojës. Hyseni, Çokaj, i cili po luan mjaft mirë në ndeshjen e sotme. Semir Gogaj, ish futbollisti i flamurtarit të futsalës për para 2 sezonesh. Tafili kërkon kombinimin me Gokajn. Rriten emocionet. As më tepër kur edhe sekondat pasojnë njëri tjetrin dhe luhet minuta para fundit të ndeshjes. Vllaznia në avantazh me rezultatin 5-4. Tashmë është radha e flamurtarit të Këmbgul. Hyseni, mjaft mirë me kokë. Për tjeri shqibar për flamurtarin. Kapiteni Jordan Kapaj për vlonjatët. Ndërhyn Çokaj, Këmbgul flamurtari. Topi ka dalë jashtë vijave kufizuese në favor të Vllaznisë. Ka një dëmtim, është Toska, i cili shënon e pjesën e dytë. Jurgen Toska, një lojtar i ri me shumë perspektivë. Edhe 1 minutë dhe 2 sekonda nga fundi i krejt të ndeshjes. Flamurtari 4, Vllaznia 5. Shikoni çfarë emocionesh ka prodhuar kjo ndeshje. Vllaznia kryesoi 0-2. Përmbysi flamurtari në 3-2 dhe 4-2 dhe vjen përmbysja Vllaznisë në 5-4. Një ndeshje fantastike në mes flamurtarit dhe Vllaznisë që po luhet në këtë momente në pallatin e sportit flamurtarit të Vlorës dhe po transmetohet drejt për drejt nga portali Veriu Sport. Edhe 46 sekonda nga fundi i ndeshjes, Vllaznia pranë një fitore shumë të rëndësishme që e mban në krye të tabelës së klasifikimit, duke shkëputur me tej në klasifikim. Kartoni verdh në këtë momentin e dëmt të Denis Çokajt pas një replike me kapitenin e flamurtarit me Jordan Kapaj. Aksioni për vlonjatët që kërkojnë golin e barazimit. Gjithnjë vlonjatët topin në zonë, por e zotrojnë kuqiblut që kërkojnë të befasojnë me një gol tjetër. Kapiteni Kapaj, Leci, përsëri Kapaj, sulmi për flamurtarit, janë në momentet e fundit, vlonjatët kërkojnë barazimin, por tash të bëshatisur dhe Vllaznia shpërdaron 2 momente. Shikojmë trajnerin Xhaferi që i kërkon skuadrës të spostohet të gjitha përpara, mos të tërhiqet. Flamurtari presion në portën e Vllaznisë. Gjoklaj dhe mbyllet gjithçka, të nderuar shikues, dëgjohet vërshëdhima përfundimtare e arbitrëve të takimit Albano Solaj dhe Felik Kolleshi.
Vllaznia fiton me rezultatin 5-4 në një ndeshje dramatike, shumë interesante dhe fantastike për të dyja skuadrat, por merita i takon Vllaznisë, e cila arriti ta mbyll me sukses të ndeshje. Një emocion ku tifozët shkodran kanë përshyrë në fushën e lojës. Shikojmë si sta më herët edhe familjen Tafili, familjen sportive, është Shkelqim Tafili, Xhaxhai i kapitenit dhe trajnerët e Vllaznisë, Alcid Tafili, i cili shoqërohet edhe nga Sytki Tafili, ciklisti i famshëm i Vllaznisë, i ardhur nga Italia për të ndjekur ndeshjen e futsallit së nipit të tij, djalit të Akim Tafilit, por së bashku me të është edhe bashkëshortja e Shkelqim Tafilit, pra familja, prindrit e Ensar Tafilit, që luajti 2 orë më herët, luajti në Vorë tek formacioni i Vllaznisë. Të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në këtë mbyllje të transmetimit të drejt për drejt nga qyteti i Vlorës, ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje, e cila përfundoi me shifrat 5-4 në favor të Vllaznisë, e cila tashmë kroson me 10 pikë, e shkëputur nga Tirana me 4 dhe Flamurtari nga 3. Duke përfunduar nga stadiumi Flamurtari i qytetit të Vlorës, ju përshëndesem atje ku janë tashmë dhe familja Tafilit, që përshëndet kamrën tonë, Sytki Tafili, Shkelqim Tafili dhe Alcid Tafili janë në fushën e lojës duke shijuar fitoren e kësaj ndeshje. Miru takofshim në ndeshjet e ardhshme.